Ka kaluar mbi një vit që kur breshqeri dëmtoi thuajse 100% të mbjellave në rajonin e Pollogut, ndërsa bujqit akoma nuk kanë marrë asnjë dëm shpërblim. Thonë se akoma janë duke vuajtur pasojat e humbjeve dhe se nga ajo kohë deri më tani askush nuk ka ardhur t'i vizitojë dhe t'ua dëgjoj hallin. Punën e kanë vazhduar, por janë në borxhe në banatoret bujqësore. Pare nga ana e fatkeqësisë natyrore, të cilët patëm vjet, me 22.6 muaj nga breshri, nuk kemi marrë asnjë denar. Nevojshme janë se dëmi ka qenë 100%. Faktikisht ne kemi qenë në mëshirën e fatit dhe jemi ende të zhitura në borxhe nga viti i kaluar nëpër apatekat bujqësore, të cilët kemi marrë plerat, farnat, materialet për mbjellje, faktikisht ato i kemi të pashlyer. Për fat keq, premtime patëm, realizime s'ka. Ka qenë një vit si për ne dhe për krejt bujqet. Dëmtimet kanë qenë 100%. Jemi në borxhe ende në apateka. Mundoni me këtë vjet të kalojmë edhe atë. Ne kishim apelluar sa do pak bare që ato borxhe që kemi të shlejen. Nga komuna e Tetovës tonë si kanë dorëzuar të gjitha lëndët në komisionin qeveritar. Nga ana e komunës së Tetovës, do të thënë të gjitha lëndët janë dorëzuar deri tek komisioni qendror. Pra nga ana jonë jemi pastër në këtë aspekt, vetëm presim tani edhe vendimin e qeverisë që më në fund të përmbyllet kjo. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Vlerësim dhe Dëmshpërblim është Fatmir Sabriu, të cilin u përpoqëm ta kontaktojmë, por ishte i pakapshëm për t'u përgjigjur se deri ku është procesi për bujqit e Tetovës, pasi siç është mësuar deri më tani, shumica e bujqve në komuna tjera para 2 muaj që janë dëmshpërblyer nga qeveria për dëmet e pësuara.